i ke thonë filonit për njerëzve, ti je qafir, mas besimtar. Pse i ke thonë Allah? I ke thonë filonit bidaci, dalën për udhës. Pse i ke thonë ato? I ke thonë filonit apëton ti nuk bën me të nguti. Pse i ke thonë ato? Apo? Për qërimin e hesabeve tilla, të shkëmbimit të akuzave dhe mërtimeve, pa fakte, pa argumente, apo njëri menon që ka fakte dhe argumente, është kush? Ahireti është vend takimi i gjithëve. Atje kena më taku me të gjithë, e çdo kush këmë llogari për të emërtime. Ku e ke ndërtu këtë emërtim? Mbi çfarë baze? Hamendsi epsh apo argument? Hamendsi, po mu ka dok mu, aha. Epshi, sa ai po dëgjohet, ato pedojnë, e këta, apo tash, diçka ka pastu, ose argument. Ose argument. Qysh ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu, ati që ka thonë pejgamberi sam, Ebu Musa el Shariut, sahabi, i ka thonë el bejjine, në argument se ka thonë, ose kam gjikë në shpina, s'ka të retën, s'ka pa një qa që gabova, kemi pagu që i ka gabova, të njës flasin pa përgjësi, shkaktojnë probleme, hutin mes njerëzve, telashe, përqarje, në fund, a një qka dhe njeriu që ka gale me shpimendimin e vetë, po më rëshprej që është dush, po dhe faturën kime pagu të dyat bashkë dhe shkojnë për barana, që ka problem këtur. Ama bo shkatrime, bo probleme, bo përqarje, në fund, lazi bo ma një halal, ta një pët në fund a i maj mirë është. Ja, s'ka kështu. Ja, kështu s'ka. Kime pagu faturën, e qëndrimive tua, reagimive tua, këtë kime pagu. Në ahiret është kryesorja. Andaj Allah pëllët, ata që nuk besojnë ahiretin, jelshujnë vetës guhën ata. Ose besojnë ahiret, po s'ka ndikim të ata ahireti. Nuk flasin në presion të ahiretit, nuk veprojnë në presion të ahiretit, po veprojnë në presion të dunjas, të autoritetit e të jepshit. Andaj mbi bazën e këtij presioni, bëjnë emërtime edhe shpërndojnë etiketime mes njerëzve. Allah na ruaj.